Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11. Data 11 do të thot një ditë mjaft e rëndësishme, një ditë që kërkon vëmendje, kërkon kohë dhe jo vetëm. Data 11 korrik. Data 11 korrik do të thot një ditë mjaft e rëndësishme sepse lidhet shumë me punën aktuale dhe jo vetëm. Dita mban një atmosferë shumë të ndjeshme sepse Dielli dhe Mërkuri në ndikimin e retrograd që është Mërkuri vazhdojnë lëvizjet në gafore, duke theksuar familjen, shtëpinë, kujtimet, emocionet, marrëdhëniet e afërta dhe çështjet që lidhen me të kaluarën. Nuk është një ditë për vendime të nxituara sepse mendja mund të kthehet pas, zemra mund të tregojë të reagojë fort dhe disa bisedime që mund të hapin disa tema që nuk janë mbyllur plotësisht. Kjo është një ditë ku duhet të dëgjojmë më shumë sa të flasim, të vëzhgojmë dhe të mos kërkojmë përgjigje përfundimtare nga njerëzit që vetë janë ende në proces mendimi. Ndikohet shumë gaforja, bricapi, dashja dhe peshorja, sidomos të ditëqit të tretë, ose ata që kanë ascendente apo planete personale në këto shenja. Për këtë shenja dita mund të sjellë rikthime të një bisede në çështje familjare, një kujtim në një dokument, një vendim për shtëpinë, ose një ndjenjë që kërkon sqarim. Për shenjat e ujit, siç është gaforja, akrepi dhe peshqit, dita mund të jetë më intuitive dhe më e brendshme, ndërsa për shenjat ndikuese përballë ka të bëjë shumë dhe kanë ndikime vendimtare. Dita është e mirë për rishikim dokumentash, për biseda familjare, për rregullime të shtëpisë, për të pasur se çfarë duhet të riparuar, por kujdes nga emocionet e tepërta sepse ju prishin atë ekuilibrin që ju prisni. Për marrëdhëniet dita favorizon shumë për sa përket debatit që keni pasur në të kaluarën apo sinqeritetin tuaj që favorizon ultimatumi, favorizon gjëra që ka të bëjnë për financat. Është mirë që kontrollet shpenzimet të familjes por jo të bën blerje të mëdha ose vendime përfundimtare për pronën, nëse dokumentat nuk janë plotësisht të qarta. Duhet kujdes për nostalgjinë me fjalët që thuhen nga plagët të vjetra. Plagët e vjetra, nëse i gëricim, atëherë do kemi probleme në vendime të marra për shkak të frikës së humbjes dhe premtimeve që bëhen, vetëm për të qetësuar një situatë. Këshilla e ditës është mos nxitoni të mbyllni atë që ende kërkon kuptim. Sot fiton ai që dëgjon, jo ai që flet më shumë, me firmë, me vul Jorgo Pulla. Unë ua them, ju bëni si doje para zemrës tuaj. Jo se e thot Jorgo, por këtë e thon planetet, sepse ndikimi planetar ku jep një mundësi plus në atë çka bëhet, dhe neve jemi koshient për gjëra të mëdha, por nëse ne flasim më tepër se ç'duhet dhe nuk e marrim për bazë atë çka është e vërteta, dhe e vërteta nganjëherë është e hidhur. Prandaj mundoni shumë që të arrini në finish, mundoni shumë që juve të dini se çfarë doni të bëni dhe është një mundësi shumë e mirë për juve dhe pikërisht dita e shtunë ndihmon dhe reagoni shumë në gjërat e tjera që do të diktoj. Por pas se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë